Tu thonë si jo, kjo ana e luftës, ana e LDK-s, tu e kesh përdor për poena politik. Dy partë. Edhe a fitohen mo vota me sto të regime? Ndoshta dhe fitohen, po unë mendoj që këto janë histori që na duhet me te i kalu. Për shkak se kemi probleme shumë të mëdha, edhe neve po na ikin njerëz për shkak të problemeve sociale, ekonomike. Nga dhonat e fundit të autoritetit qeveritar për migrim, për shembull, në 4 vitet e fundit Kosovën e kanë shu 140.000 qytetarë. Rreth 35.000 qytetarë në 4 vitet e fundit kanë emigru çdo vit. Edhe arsyet e migrimit shkojnë përtej bashkimit familjar. Çdo herë më shumë njerëzit emigrojnë për arsye tjera përveç bashkimit familjar. Sakt. Edhe kjo tregon që ne jemi duke u përballë me krizë të madhe ekonomike dhe sociale, e cila vjen edhe për shkak të inflacionit edhe problemeve të tjera që nuk lidhen vetëm me ne, edhe ne nuk e kemi luksin me shku me u marrë me problemet e tash kallëzëm. Të zviteve. Pa dyshim janë probleme që duhet me u trajtu për i drejtësisë, por politika... Nëse 140.000 veta kanë ikë kanë shku, kanë migru për 4 vjetë. Edhe lavdimi po dhët është ka tentohet diqysht mrijet 21, hade 28 dhëtori për datë e zgjedhjeve, a pret që me qenë data faktorë në rezultat? Po mundet me pas një efekt për shkak të asaj që e përmendi lavdimi, sepse diaspora vjen për pushimet të dimrit, edhe është një farë faktori shtys për vetëvendosin, sepse ajo i merr shumicat e votave të diasporës, por përveç asaj, vetëvendosi është në përparësi, sepse ajo po e dikton diskursin politik në Kosovë. Edhe kjo është çka nuk po munden me e kuptu partitë opozitare, që nuk po munden me ndryshu diskursin të cilën po e dikton vetëvendosja, e cili është pajtohet që është diskurs polarizues. A e diktoj, tha që vetë shqip na mundësi, në ne i kam 61 vota, ta në u këthy tha vere si kum pas 61, ta është 56, mu pëndu, me thonë, i veç më del penzeri si për faqe që i përren, se është marrë diskursi. Pajtohemi lavdim, po cila është alternativa? Njerëzit jenë lodh duke pove çka qëndron kundër opozita. Shkon në faj, po besoj që pajtohemi këto. Të gjithë po e dim që kundër është opozita ndaj gjitha këtyre elementeve. Nuk është kundër, thot, veç duhet mu tërhekaj, me ndryshu fjalorim, andaj këshyrim, nashta merrem i vesh. Po, por ti nuk jenë në pozicion me diktu Albin Kurtin, i cili ka dalë 42% zhjë. Ja, s'munës parin me diktu, s'mujti as me zhjë kryo parlamentarin, as mu bo kryo Masi pari s'munët vënd shumë me ditërut. Po, tjertë, po. Edhe që kjo vërtet, s'ka as një dyshimën që të punë. Edhe që kjo është me qka jem ka du me vazhdu. 970.000 vota në kuti kanë qenë, për tyne 940.000 të vlefshme. A i shdosht prap te me qenë data kalzëm. Nëse vjen diaspora edhe e hypë qito edhe... 1 milion që ne të kalon, sigurt? A e kalon 1 milion. E kalon, më që e kalon edhe... Edhe në 1 milion vota kalzëm cilat janë gjasat e synë tjerve. Gjasat e këna? Partive që s'janë vetë vendosje. Unë prapë mendoj që